mëngjes të dashur miq, mirë se erdhët në Villa 24 edhe për sot. Pak më vonë se zakonisht, por ne jemi këtu. Ne jemi këtu, një përshëndetje dhe nga ana ime të dashur Anvisa. Si gjithmonë ju uroj një ditë bukur dhe e ftoj këtu te këndi ynë i gatimit për të treguar recetat që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë një byrek, siç e shikoni, ne kemi filluar për ta përgatitur recetën. Janë ca gjëra që janë të kuptueshme, kështu që edhe pse kemi filluar, do t'rregojmë mënyrën se si bëhet një byrek, që do ta bëjmë me mish pule dhe me patate të ëmbla, por jo vetëm, nëse nuk keni patate të mund të përdorni edhe patate të zakonshme. Si që shikoni unë këtu, kam grirë edhe njërën edhe tjetrën. I dua që të grihen sa më imët për të hedhur në rende. Tu e kam domethënë edhe në fiza, edhe pak si më të grirë. Fillimisht këtu kemi filluar me kapërdisjen e preshve. Është si thuaç koha që gjatë sezoni fundit për të larguar tani preshët nga tregu, faktikisht nuk është koha më e përshtatshme, pranvera do të ketë ato ushqimet e veta, kështu që mora shkas me qenë se gjeta domethënë në treg, pse jo të sjellim dhe një byrek me presh. Po. Vetë ta shijojmë pak edhe kështu para se ta përcjellim për ca muaj. Kështu që kam menduar që ta bëj këtë byrekun me presh, me patate të ëmbël, siç e shikoni e kam të grirë në rende. Kemi hedhur kripe dhe piper te pjesa e preshit, vaj patjetër. Një kavërdisje të mirë dhe them tani për pjesën e filetos së pulës. Siç e shikoni kam marrë një ngjyrë të verdhë sepse unë e kam zier duke shtuar një miks erzash që brenda ke pasur edhe turmerik për t'i dhënë një shije. Sigurisht që mund të shtoni në gjethe dafine dhe në një kokër piperi nëse doni mos shtoni atë miksin e erzave, por na duhet edhe pak lëng që të spërkasin petët. Dhe për petët, unë faktikisht si gjithmonë për të përgatitur një byrek, një tavë mesatare ose tavën e furrës, do të na duhet 400 gram miell, një lugë të çajit krip, një lugë të supës uthull dhe 2-3 lugë të supës vaj. Pra për të përgatitur atë brumin, edhe pak, domethënë dhe ujë të vakët aq sa të marr. Dhe përgatitet një brum, të cilin brumin unë e kam ndarë në 10 kuleç, dhe nga të 10 kuleçet kemi hapur dhe kemi bërë këto petat, të cilat nuk janë, domethënë fare të, janë pak si të thata të buta, jo plotësisht. Jo të pjekura plotësisht. Dhe sigurisht që kur i bëni vetë, bëhen shumë të mira dhe shumë të shijshme. Dhe mënyrën se si e thash atë për pjesën e brumit, sigurisht që na i bën petët shumë të mira, edhe të shkrifëta. Patjetër. Kam mbajtur një petë këtu, një petë e kam lënë domethënë në pjesën e fundit që ta kem të njohur. Që duhet e njohim, po. Edhe një petë do ta hap këtu në momentin e fundit që do të mbyllim byrekun. Pra të gjitha ato 10 kuleçet që ti kishe bërë, janë lënë një pjesë e brumit për të hapur petën e fundit mbuluese të tij, një petë është për shtresën e fundit të tavës dhe pjesa tjetër e petëve janë pjekur. Sigurisht që më shumë shije dhe lezetin byreku apo shumë gatime të tjera janë kur e bëjmë ato brumin vetë me duar në shtëpi. Sidoqoftë që ta bëjmë, kur e bëjmë vetë me duar tona, bëhet domethënë me një tjetër shije dhe bëhet shumë i mirë edhe. Besoj se ke përdorur mielin për çdo përdorim apo jo? Patjetër, atë që përdor zakonisht në gatimet e përgjithshme. Anvisa se unë faktikisht këto gjithmonë i hap me dorë. Pak e ndihmojmë atë rulin aty, por gjithmonë petët i hap me dorë, nuk ka problem, ato hapen kaq mirë nëse lënit për një 10 minuta të qëndroj brumi. Ato hapen vetë, nuk keni nevojë dhe për ato që nuk din domethënë që të hapin petë, nuk ka problem. Peta sepse nuk u hap mirë dhe u gris në një vend, nuk prish punë fare, sepse ato do rrudhosen. Kështu që përdorni më mirë petët të cilat që t'i hapni vetë, sepse edhe byrekun do t'a bëni shumë më të shijshëm. Tani tek pjesa e, si thuaç, mbushjes ose harxhit që thuhet në për treva të ndryshme, siç e shikoni tani, këtu do shtoj edhe një 2 lugë gjalp, të cilin e kam tretur. Edhe këtu te ky gjalpi tani tjetër, do të shtoj edhe vaj. Vajin e lule diellit, vajin gold nga kompania e Teuta. Petët. Edhe këtu kemi lëngun e pulës që kemi zier, domethënë i kemi ndarë në 3 pjesë. Këtë harxhin neve tani e kemi gati, sepse patatet nuk duan shumë, ato do qëndrojnë në furrë. Fileton ose mish nga pjesa e pulës
çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi, do të ishte më mirë kur keni edhe pjesën e kofshës dhe pjesën e fileto, sepse ju kam thënë dhe herë tjetër shije ka filetoja, tjetër shije ka pjesa e kofshës së pulës, sidomos edhe për punën e vitaminave. Proteina kemi thënë përmban filetoja, vitaminën C përmban pjesa e kofshës, kështu që një kombinim dhe aq më shumë edhe nga kocka, do me thënë që del ajo shija e lëngjeve ekstraktive që përmbajnë mishi, na e bëjnë shumë më të shishme. Tani jemi gati për ta përgatitur faktikisht. Si do të vijoj përgatitja? Dua t'ju them anvisave që unë pasi kam hapur, do t'rregoj mënyrë se si kam hapur. Kam hequr këtë pjesën e zgarës këtu tek soba, edhe në temperaturën 200 gradë dhe i kam pjekur këtu në fund. Në fund fare. I hedha ashtu, një nga një dhe piqen. Shumë mirë. Janë duke hapur petët, duke i shtruar do me thënë në furrë, edhe keni gati. Edhe kështu bëjmë petët e pjekura. Atëherë, fillojmë të shtrojmë byrekun. Të lutem mund të fikësh Anilato. Unë të gjitha. Këto gjalpi të duhet për të spërkatur një gjë, apo? Po. Dhe më mirë ta kem këtu të kjo e në vila që mështë të kem kemi petët e pjekura, kemi tavën që në duhet. Okej, ma e mua. Faleminderit. Të lutem. Dhe fillojmë tani me njëherë për të... Okej, gjalpin e tretur e mbajmë këtu. Faleminderit. Dhe shohim se si du të vazhdoj byreku. I për hedhim nga. Tani vendosim petët. Spërkasim për sëri. Edhe këtu kemi edhe lëngë nga pjesa e zjerjes së pulës. Po, që të zbuten për të marrë shije. Edhe marrin dhe shije, po. Marrin shije, tani bëjmë edhe një tjetër. Po njësoj. Gjalp me vaj, që të shkriferohen. Tani, këtë mënyrë të përgatitjes së byrekut ne mund ta përdorim, besoj, dhe për mbushje të tjera. Patjetër. Na ke dhënë një ide sot të tillë, po mund të shkonte edhe me çdo lloj mbushje. Pra ta mësojmë këtë mënyrë, ndoja të thoja, për ta përdorur edhe në variante të tjera të byrekut me peta të pjekura. Në ekran kemi së bashku recetën në këto momente, pra po lexojmë byrek me petë të pjekura, mish pule dhe patate të ëmbla, për të cilën na duhet 400 gram miell për çdo përdorim mielinola nga kompania Atlas, një lug krip, një lug uthull, 3 lug vaj, vaj gold gjithashtu është i përditshëm në gatimet tona, një seshte miell për hapjen e petove, për mbushje na duhet mish pule, 2 presh, qep të njoma, 2 patate të ëmbla, krip, piper, vaj, gjalp. Tani, një petë e njom, 2 petë të pjekura. Të pjekura. Gjysma e mbushjes? Po, gjysma, sepse do të bëjmë me 2 shtresa. Hedhim të gjysmën e mbushjes. Do të vazhdojmë përsëri me petët. Petën tjetër. Edhe e thjesht kështu, Shumë e thjesht, prandaj them që edhe petët, ja do shikoni se si unë e hap me dorë këtu në pa fare kështu petë. Bëjnë shumë të mira. Thjesht duan këto. I marinoj me këtë lëngun, sepse i zbut. Edhe i jep edhe shije, i bën shumë të shishme. Po pra, janë do të shohim në fund se si do të dale, do të provojmë, por ca gatime ndallohen që në përgatitje, se si do të ndalin e si do të përfundoj. Kujdes në hedhjen e vaj, do me thënë që të marrin këto pjesët e anëve të petëve. Që të mërin të buta. Po, e shumë e rëndësishme kjo. Edhe një, sa vendosëm 2? Dali sa kemi akoma? Do vendosim edhe një. Edhe një mbushje dhe pasaj ato të dyja që kanë mbetur. Shumë mirë. 2 edhe 1 që kemi këtu 3. Po, ajo që do të ambuloj në fund. Po. Shumë mirë. Tani edhe lëng. Mos e teproni me lëngun, sa të spërkasni, jo që të qullosin. Po. Sa të zbuten pak. Po. Tani do të hedhim edhe mbushjen. Gjysmën tjetër. Pra kemi bërë me 2 shtresa si që pat. Ta e tu dhe pastaj hapin. Ma e mua, të lutem.
Bëhet një byrek shumë i mirë, shumë i shishëm. Edhe si tu është kalon dhe vaktin e drekës, sepse është i plot, nuk është se është thjesht me një kos ose me një salat jeshile, edhe jenë në rregull. Edhe është një byrek që të ngop, është i plot, ka perimet, ka mishin, ka petët. Kështu që... Edhe do dalë dhe i trash me që po shohë. Po prandaj do dalë i trash, prandaj themi që është i plot si byrek. Hedhim këto lëngjet. Spërkatja e fundit. Është një byrek tjetër, do me thënë, nuk është ai zakonshmi. Atëherë. Tani këtu. Edhe do hedhim dhe petën tjetër të rudhosur. Shumë herë. Tani këtu kujdes për punën e vaj, do hedhim vaj edhe lëng. Vaj gjalp dhe petën mbyllëse. Okej. Atëherë, kemi përhapur edhe një petë për t'ja vendosur sipër, do të themi edhe temperaturën e pjekjes. Si gjithmonë, do me thënë të gjitha llojet e byreqeve. Po, ja këtu kemi petën tjetër. E fundit. Që ashtu si thash këtu petën faktikisht unë e hapë me miell dhe niseshte. Me miell dhe niseshte. Me qënë se jemi tek niseshtja, ne përdorim këtë niseshten që përdorni edhe ju. Jam e sigur që përdorni këtë, është nga kompania Teuta. Edhe përdoret në gjithçka në fakt, në ëmbëlsira gjën terren shumë, në salca gjatë vlimit të tyre, si thot dhe paketimi, në supra gjithashtu, si ushqim shtesë shpeshherë për fëmijët e vegjël, natyrisht për të ndihmuar dhe hapjen e petëve, siç po bëjmë ne sot. Atëherë t'ja vendosim dhe këtë petën e fundit, sepse kemi nevojë të shkojmë në publicitet, nëse mund na prisni vetëm pak sekonda. Është e thjeshtë për ta vendosur. Okej. E shkundi nga pjesa e miellit. Edhe ashtu të rudhosur. Sigurisht tani i hedhim edhe vaj. E afrojmë do me thënë sa më brënda. Po. Sepse anët kanë pjesën e krothës që kemi kthyer. Kështu që ne afrojmë sa për. Okej. Bukurie. Tani, patjetër që do të na duhet vaj tjetër se nuk na harriti ai vaj që është. Dhe një spërkatje të fundit me vaj dhe tava do të vendoset. Edhe me pak lëngë. Po. Ja, do të afroj. Vaj i shkrifaron. Dhe tani në temperaturën 180-200 gradë do ta lëni të qëndroj për 20-25 minuta, sigurisht që do kohën. Do të jetë gati për ta shijuar. Atëherë, dhe ky është momenti që ne ta vendosim në furrë njësoj siç do të bënet ju në shtëpi. Ne do duhet të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare, sa të sistemojmë pak kuzhinën dhe të kthehemi tek ju për të prezantuar recetën e dytë të lumshin duart dhe për të nisur menjëherë nga puna në gatimin e saj. Shumë shpejt do të vim, ju mos ikni. Ju thamë që do vim shumë shpejt edhe e mbajtëm fjallën. Ja ku jemi. Erdhëm dhe erdhëm me një gatim tjetër që do të bëjmë mishëviçi me spinaq, por jo vetëm dhe me një salcë kosi. Do të tregojmë mënyrën se si do të na bëhet. Do të na duhet mishëviçi, sasinë e përzini vetë juve në familjet tuaja. Gjithashtu do të kemi spinaq, do të kemi qepë, një 2 sirpinj hudhër, kos, një lugë gjalp, vaj pa tjetër, edhe 50 gram djath kaçkavall nëse ju ndodhet, sigurisht, ose mund të shtoni vetëm gjalpin, ose dhe të dyja bashkë 50 gram shumë pak për ta shtuar sipër, se me siguri jep një tjetër shije gatimit tuaj. Gjithashtu edhe 2 lugë oriz. Pra këto janë përbërësit që do na duhen për të përgatitur këtë recetë. Dhe me njerë fillojmë tani në një tigan apo në një tenxhere me fund të gjerë, hedhim vajin fillimisht, dhe do të shtojmë edhe mishin të cilin e kemi të prerë në kubik të vegjël me qëllim që të bëhet shumë shpejt, do me thënë të bëhet shpejt gjella. Hedhim
dhe pasi e hedhim, e lëm që të na kavërdiset mishi fillimisht, atë që them gjithmonë, faleminderit Anila. Unë kështu e filloj gatimin tim, mendoj që dhe juve ta fusni, do me thënë këtë lloj mënyre gatimi që unë pregatis ta bëni edhe ju. Pra fillimisht të filloni me mishin, kur kemi si thua pak qepë dhe bëhet kjo kavërdisja e saj, dhe mbasi do të hidhet, do me thënë të bëhet mishi, të bëj atë koren si përfaqësore nga të gjitha anët, atëre do shtoni qepën edhe do të shtoni edhe krip. Jo krip në momentin që shtoj mishin. Ua kam thënë dhe herë të tjera dhe kjo bëhet për arsye se nëse hidhni kripën tani, mishi do lëshoj lëngjet edhe do thahet. Kështu që nuk bëhet i shishëm dhe i mirë. Kemi thënë gjithmonë, kur filloj me qepën, atëherë hedhim krip. Kur filloj me mish, do të hedhim kur do të shtojmë qepën dhe mishi do të jetë bërë nga të gjitha anët, do me thënë me një kore si përfaqësore. Ndjes që ua përsëris shumë herë, por duhet, sepse do të bëhet, do shikoni atë diferencën e llojit të gatimit tuaj në shtëpi. Dhe ti shumë mirë bën që e përsërit, se duhet me pas parasysh që gjithmonë ka një audiencë të re, gjithmonë është dikush që po na ndjek për herë të parë dhe ndoshta këto këshillat që duken shumë të vogla, janë shumë të rëndësishme, pra pikërisht që në fund mos thoni unë si Katerina e gatova, të njëjtën gjë bëra, të njëjtën përbërës kisha, po nuk më doli njësoj, sepse janë pikërisht kjo hedhja e kripës në momentin e dur apo në momentin e gabuar, bën ndryshimin e madh, jo vetëm kaq, por janë edhe produktet që ju zgjidhni të gatuani. Kur të shkoni të bëni pazar, Kati gjithashtu na ka dhënë një këshill tjetër shumë të vyer, më mirë pak gjëra e sakt, pra më mirë 1 kilogram miell po dini ç'të zgjidhni, sesa të lagmojmë sasinë e të mbushim dollapet plot dhe asnjë prej tyre të mos jetë në cilësinë e duhur. Ndaj, meqense jemi këtu, unë do doja që me një falënderim të përmendja gjithashtu bashkëpunëtorët tanë në kuzhinë që janë një çelësi vyer i suksesit të gjitha recetave që ne përgatisim këtu, siç është mielli Ola nga kompania Atlas, dhe aty kemi të radhitur gjithashtu disa prej varianteve të miellit nga Ola që gjeni në treg. Ka edhe të tjerë që ne do të bëjmë furnizimin së shpejti, për shembull mielli bio unë shoh që nuk e kemi, ndaj mjafton të shikoni Olën aty në raftet tuaja të marketit dhe të zgjidhni të duhurin përgatimin që ju do të përgatisni. Dhe jo vetëm kaq, kompania Teuta, një ndër kompanitë më të vjetra të produkteve ushqimore në treg, vazhdon të mbaj fort cilësinë e saj me të gjitha produktet që sjell për ju, që nga vaji i lulediellit, vaji gold, orizi që vjen gjithashtu që nga më tradicionali deri tek variantet më të veçanta dhe specifike në varësi të gatimeve tuaja, ku diun sheqeri, niseshtja që na ndihmon në shumë gatime dhe një gamë të gjerë të drithrave e shumë produkte të tjera. Ovital, veza Ovital, ajo veza e vogël që shkëlqen edhe na jep një sasi të konsiderueshme të proteinave në përditshmërinë tonë, duhet jetë pa diskutim një ndër produktet që duhet zëvend në frigoriferin tuaj. Veza nuk mungon asnjëherë si për të konsumuar ashtu në gatime të thjeshta, por edhe për të shoqëruar një sër të recetave të gatimit të kripura apo të ëmbla. Dhe atë që unë e lë për në fund dhe që e kam po me aq dëshirë t'ua propozoj është Woody, salçiçet Woody, të cilat gjithashtu duhet t'i provoni, t'i shijoni edhe të merrni gëzimin që vjen pikërisht nga konsumimi i tyre. Kati, tu një mora kohë, po ishte kohë e nevojshme për të skuqur mishin. Edhe unë të falenderoj Anila për kohën që më dhe, sepse me thënë të drejtën, edhe mishi e donte këtë kohën që të bëja ju kapërdisja si përfaqësore nga të gjitha anët. Tani me shumë vëmendje i kthehemi recetës. Tani jemi në momentin, unë kam shtuar dhe 2 thelpinte hudhër, do me thënë i kam shtuar kështu të plota, mundet edhe t'i grini, por edhe kështu plot, si të plota, përsëri ka të njëjtën, si thuash. Janë për ata që nuk e duan shumë të ndjejnë hudhrën. Dhe kur e hedhim kështu të plot, ajo nxjerr shije aq sa duhet, edhe bëhet, do me thënë, gjella e shishme. Ndërkohë që kemi shtuar edhe qepën e duam që ta kemi të grirë, kështu, siç e shikoni imët. Mos kërkoni të bëni thjesht mishi duhet kavërdiset kështu se si juve po e shikoni, tani për punën e qepës mos kërkoni që të bëni skuqje të rëndë. Asnjëherë në gatimet të cilat përdorin bulmet dhe futen dhe në furrë, nuk ka nevojë që të bëhen kavërdisje ndjes të rënda. Hedhim piper. Okej. E kam qik shumë me punë e piperit, më pëlqen faktikisht, por jo se hedhe shumë, se duket sikur po hedhim shumë. Edhe krip. Krip do të hedhim dhe tek pjesa e kosit, kështu që hedhim aq sa duhet krip këtu. Një kavërdisje të mirë, do të shtojmë orizi.
Do shtojmë edhe spinaqin, në mënyrë graduale, do më thënë që të ullë vëllimin. Është shumë e thjeshtë për përgatitur kjo recetë, sepse përfundon në furrë. Kati ky byreku edhe pak do, më që përsho? Ullim pak temperaturën të Sa ta qoj? 150 apo 150 që të, si të thuash, të kulloj. Duket kështu nga se ndryshe do ta thoshja në një fjalë tjetër, por që të kulloj. Si e thua ti, po, ke një... Se Kati ka fjalë të veta, edhe pse nuk i thot në ekran të gjitha. Kështu që, ja e gjeta shpejt. Nuk vonova kësaj radhe. Si jemi me kohën, edhe diku të 7 minuta, 8 minuta? Hedhim një pjesë të spinaqit, do të hedhim orizin. 2 lugë oriz, jo më tepër, është e mjaftueshme. Bëhet një gatim shumë i mirë, shumë i shijshëm. Bëheni të paktën edhe për të diellave faktikisht, që jemi të gjithë rreth tryezës familjare, sepse është, si thua, një gatim që bëhet shumë i shijshëm. Tani, ajo që ngelet është që duhet të ulim, domethënë, vëllimin, të zbutet spinaqi. Ndërkohë të lexoj recetën? Mund ta lexosh, po. Presim pak spinaqin dhe shohim në ekran recetën me përbërësit që ju duhen nëse do të gatuani si ne. Tavë me mish viçi dhe spinaq, 500 gram mish viçi, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, 600 gram spinaq, 2 lugë oriz, 1 filxhan lëng mishi, 1 filxhan kos, 2 vezë, 50 gram djath kaçkavall, 1 lugë gjalp dhe 4 lugë vaj. Ja, kjo ishte receta që ne po gatuajmë tani, pra ajo që po shihni dhe që Katerina është duke shpjeguar hap pas hapi, të gjithë përbërësit i kishte në recetë. Kemi nisur me skuqen e mishit, më pas kemi shtuar qepët, kemi shtuar spinaqin gjithashtu edhe 2 lugë oriz. Spinaqin gjithmonë e shtoni gradualisht, pra për të mos marrë atë volumin e madh me një herë, e lëm pak nga pak derisa të filloj të gatuhet edhe të sheshohet, dhe pastaj do të shohim se si do të bëhet shtimi i kosit, se unë besoj kjo e bën të veçantë këtë recetën sot. Po, edhe këtu kemi lënë nga zjerja e filetos, domethënë e mishit të pulës që përdorëm. E hedhim edhe këtë. E lëm tani që të zbutet. Sa të zbutet kjo, unë do të bëj gati tani tavën. Nuk do shumë kjo tani, sa të ullë vëllimin, të zbutet. Nuk ka nevojë të rritë shumë që të na zihet, sepse do të përfundoj në furrë. Pa. Do ta kryej aty pjesën tjetër të zjerjes. Dhe ndërkohë që dhe mishin e kemi prerë në copza të vogla. Domethënë është si ato copzat e tasibapi. Pa, gatuhet kollaj. Mund të përdorim lloj tjetër mishi Kati këtu? Nëse s'kemi mish në viçit? Po, edhe me mish qëngji, mish pule. Mund ta bëjmë. Pa tjetër që mund ta bëjmë, nuk është e njëjta. Ato kemi në shtëpi për shembull. Është e njëjta, si thua, mënyrë gatimi, por me mish tjetër. Edhe sasinë e mishit kam thënë aq sa mund t'ju ndodhet. Nuk është e thënë se do themi 1 kilogram apo 500 gram. Aq sa juve ju ndodhet në shtëpi. Thjesht bëni mënyrën e gatimit kështu se si neve e bëjmë për të patur atë rezultatin e duhur. Tani, që të arrim ta përfundojmë këtë recetë derisa të vi momenti për ta futur në furrë, kalojmë tek... Ja, të bëjmë këtë, domethënë t'i bëjmë gati neve këtu. Na duhet 1 kokër ves? 1 me 2 kokra ves. Ta heqim lugën se ata mbajmë tu te kosi. E përziem. Se ne kemi tavën të vogël tani, edhe për masat i kemi më të vogla se sa. Kështu që mos ta teprojmë edhe për punën e vezës. E hedhim kosin. Që ta përziem pak edhe këtë spinaqin. I heqim këto. Shumë mirë. Kaq do duhet të gatuhet kjo, sa të kaloj në furrë, siç tham, sa të zbutet pak spinaqi. Vez kosë, kaq? Vez kosë, po. Ata nxirra të byrekun? Nxirra, Anila, që sikur e mori. Që t'jemi të Këtë byrekun duhet ta bëni në shtëpi, mua më duk shumë i mirë, i veçantë. Do hedh pak djathë këtu te pjesa e kosit. Dhe ndër të tjera. Dhe djathin tjetër do ta hedhim lart. Opa. Ja, ku është? Ta mbaj pak kështu. Këto. Shikoni sa i mirë duket. Është i bërë edhe me petë të pjekura, të bravet, edhe me petë të njoma.
i mbushur me mish, me patate të ëmbël, me presh, me patate normale, me erza. Nëse doni ta shikoni këtë videon që keni humbur live sot, pra këtë byrekun, se si përgatitet, pak minuta më vonë, klikoni në YouTube, në News 24 ose në Villa 24, edhe shikojeni edhe njëherë se si Kati e ka përgatitur. Mund t'ju tregoj anvisave dhe ja kështu është. Në këtë mënyrë, do me thënë, dua që spinaki mos vendosni kapak asnjëherë, ju kam thënë gjithmonë dua spinakin da keni jeshil, kështu se si e bëjmë edhe ne. Nëse do me thënë përgatisni në këtë mënyrë se si e përgatisim ne, do të keni dhe ju të njëjtin rezultat. Hidhni këto. Qepët. Thalëm diku këtu tani. Okej. Kjo bëhet një gatim shumë i shishëm, shumë i mirë, që do ju kënaq të gjithëve. E kalem me një tavë. Tani si përdështem këtë? Tani këtu kam përzier ves. Një kokër kemi hedhur ne, sepse si shikoni tavën e kemi të vogël, kemi shtuar edhe kosin, kemi shtuar edhe pak djath. Dhe djathin tjetër do ta hedh lart. Okej. Tani do ta hedh me lugë që mos të marri kështu. Po. Që të shpërndahet në gjitha hapësirën. Mos na ngelet vend bosh, edhe mos të pritet në momentin që e hedhim brenda. Po, edhe kjo. Atëherë, do t'i hedhim edhe djathin lart. Dhe Kati, po më njoftoj që jemi në sekondat e fundit, po besoj se është mjaftueshëm për t'i shtuar edhe djathin. Ne në furrë nuk kemi pse e vendosim, sepse të përfunduar nuk do ta nxjerrim dot. Në rregull, nëse nuk e kemi mundësinë. Jo, të pjekur jo, po kemi Balkan Webin, t'ja u kujtoj edhe këtë. Në Balkan Web do të gjeni. Do ta shikoni, domethënë të përfunduar me një foto, po patjetër. Kështu që fshini tavën para se ta vendosni në furrë. Spërkateni me pak gjalp. Si them unë aty këtu. Edhe me siguri do t'jetë një recet e cila do të shijoj shumë. Dhe kështu ne po shkojmë drejt përfundimit të gatimeve edhe për sot. Kemi sjellë 2 gatime të veçanta, me bazë tradicionale, besoj janë të dyja, byreku po edhe mishi me këtë spinaqin dhe me kosin, një mënyrë shumë interesante për ta shijuar. Katerina, të lumshin duart. Shumë e mirë, shumë e shijshme, edhe atë që do thoshja, anvisat të dyja, domethënë këto recetat mund t'i shoqërojnë shumë mirë me këtë lloj sallate. Në shikim të fundit, byrekun që neve nuk patëm kohë që ta bënim, unë këtë salatë gjithmonë ne shoqëroj me një salcë që përgatis me lëngun e limonit, lëngun e portokallit, me vaj ulliri, cipën e të dyjave dhe të limonit dhe të portokallit, kripe dhe piper, i bëj një përzierje, na bëhet një salcë e lidhur dhe hedhim lart. Ndoshta kemi treguar dhe herë tjetër, po dhe nëse jo, mund ta tregojmë një ditë tjetër. Patjetër që po. Si bëhet kjo salcë që bëhet shumë e shijshme dhe s'ka nevojë të shtohet asnjë gjë tjetër. Kati, faleminderit. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision si çdo ditë bashkë, si gjithmonë je një si thua shkëlqen këtu. Dhe është ajo që unë them që Anila më jep atë energjinë pozitive që dhe unë të ndihem mirë, të mos kem siklete këtu në studio për t'u prezantuar edhe ju sa më mirë mënyrën e të përgatiturit recetat tona. Kalofshi sa më bukur dhe miru takoshim nesër këtu në të njëjtën orë. Me receta të tjera që janë shumë interesante për të ndarë edhe nesër, sepse tani javor është bërë, ndaj ju mos e humbisin transmetimin dhe nesër në mëngjes me Katerinën. Të uroj një ditë të mbar gjithashtu edhe shihemi nesër, bashkë takohemi pas reklamave.